Mjekët në urgjencën e spitalit të Durrësit po përballen këto ditë me fluks pacientësh e vizitash. Arsyet që i çojnë qytetarët në dyert e spitalit janë të shumta, por më tepër dominojnë virozat, gripi dhe Covid. Situata është pak kaotike sepse kemi fluks pacientësh në urgjencë. Vijnë rreth 3 deri 400 raste në ditë. Ato paraqiten pothuajse me simptoma të njëjta, shumica rreth 90% rasteve janë me temperaturë, koll, hunë, diarre, dobësi të përgjithshme. Pavarësisht fluksit, raste të rënda nuk ka patur. Shumica marrin mjekim në shtëpi, nuk parashtrohen sepse nuk është situatë e rëndë për shëndetin, thjesht të zgjat pak pjesa e kollës. Shumica e pacientëve që kalojnë këtë gjendje virale i ngel një kollë që zgjat me javë. Mjeku Elton Bodulli thotë se më të prekur nga virozat e gripi janë fëmijët dhe të sëmurët kronik. Sidomos ata që kanë dhe sëmundje shoqëruese dhe janë të predispozuar për të rënduar. Këto javë të para të janarit, spitalet në të gjithë vendin po përballen me urgjenca të shumta. Për të shmangur gjendjen e rënduar shëndetësore, mjekët këshillojnë vaksinim kundër gripit e Covid.